Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Falenderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë, Zotin e vërtet, të vetmin që meriton të adhurohet si Zot. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Falenderojmë Allahun për mirësitë e Tij të panumërta dhe këto takime që po bëjmë para Ramazanit nuk kanë gjë tjetër vetëm se një parapërgatitje për ne dhe një lloj, le të themi, nxehje dhe një lloj kalitje që me shpresën e Zotit përfitojmë sa më shumë nga muaji i Ramazanit. Elhamdulillah që Zoti na ka mësuar të kemi të ftuar dhe që na kanë përgjigjur hoxhallar të ndryshëm, Zoti i shpërbleft, të cilët kudo që jetojnë janë si pishtarët ndriçues dhe si referenca për xhamatet dhe për njerëzit ku ata jetojnë. Ndër këto hoxhallar që kemi nderin dhe kënaqësinë sonte të rrim me të, është hoxha i nderuar Ali Ashani, i cili na gëzon me prezencën e tij nga Maqedonia e Veriut, pikërisht nga Tetova, dhe është kënaqësi që ta kemi në mesin ton këtë hoxh të nderuar, i cili faktikisht ka një temë që faktikisht nevojitet për gjithë jetën. Ne muslimanët kemi diçka që na e ka falë Zoti si një mrekulli, jo vetëm profetike, po mrekulli në dorën e çdo besimtari. Ky është Kurani famëlar. Të jetosh me Kur'anin, kjo është burrnia, ose këtu provohet imani dhe besimi jon, e kjo do të jetë dhe tema, apo jo hoxh, diçka e tillë pra, që do të mbajë dhe hoxha, lut Allahun që ky Kur'an të jetë për ne në këtë botë dritë dhe udhëzim, në jetën e varrit të jetë mëshirë nga i Madhi Zot, dhe ditën e Kiametit të jetë për ne ndërmjetësim. Hoxh, Allahu të shpërbleft, Zoti të nderoft për ardhjen tënde, për vizitën tënde, ndjehemi të nderuar dhe të respektuar që na ka ardhur dhe i e përgjigj ftesës. Lut Allahun që të përfitojmë gjithë nga këshillat dhe porositë që ti do të japësh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahun xhallahu ala falenderojm. Salavatet dhe selamet tona më të mira mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasoft. Vëllezër, ndjehemi lumtur që jam sot përpara jush. Kuptohet kjo iniciativë juaj dhe e hoxhës që çdo ditë keni mysafir të ndryshëm, të cilët nuk do të shtojnë gjë mbi atë të cilën e thot hoxha. Do me thonë, ne nuk, jo se kemi diçka më të veçantë se ajo të cilën juve u jep hoxha. Megjithatë, ardhja e mysafirëve dhe rifreskimi i xhamisë me njerëz të ndryshëm dhe qasje të ndryshme nxjerrin pa shumë gjëra. Një prej tyre është kjo vllazëri islame me cilën Allahu neve na ka nderuar. E dyta është se kjo vllazni të cilën Allahu neve na e ka dhënë duhet të ujitet, dhe kjo është një prej formave përmes së cilave ne ujitim këtë vllazëri të cilën me cilën Allahu xhella xhelaluhu na ka nderuar. Çështja tjetër, vëllezër, ju uroj për këtë iniciativë, megjithatë i them hoxhës laqad ta'abtum min ba'dakum, siç ka thënë Omeri radiallahu ta'ala anhu kur vdiq Ebu Bekri, dhe pas i vdiq Ebu Bekri, Omeri filloi të i shohët disa vepra sekrete të Ebu Bekrit dhe i tha Ebu Bekrit: o Ebu Bekr, e ke lodh atë i cili vjen për pas teje. Do me thëmë, ke lodh mu dhe ata cilët vinë pas meje, për shkak të standardit të lartë që ka ngritur Ebu Bekri në qeverisjen e shtetit të ri të Medinës. Edhe ju i keni lodh xhami tjera, duke u bërë shembull për ata që ta ngrisin nivelin e veprimtarisë dhe vetëdijsimit të vëllezërve dhe kontaktit të cilin e bëjnë vëllezërit njëri me tjetrin. Vëllezër, unë sikur se thash, nuk kam diçka më të veçantë përveç se duhet ndalem tek një pikë e cila është teje e rëndësishme. Neve na kalojnë ditët dhe jemi duke afruar tek muaji Ramazanit. Dhe gjithë ne folin para përgatitja për Ramazanit, hapat për një Ramazan pak më ndryshe, si të jetë ky Ramazan pak më i veçantë se Ramazanet e kaluara, dhe shkon Ramazani
dhe mbetet sikur se 20 Ramazanet e kalume dhe presim Ramazanin e ardhshëm që t'i dëgjojmë të njëjtat fjalë dhe ndoshta dështojmë të njëjtën mënyrë sikur se 10-15 vjetët e kaluara dhe shpesh e pyesin veten ku është problemi. Pse unë gjithë këto vite më vjen një Ramazan dhe tjetri dhe i pesti dhe gjashti dhe unë jam mu i njëjti person, asgjë s'ka ndryshuar tek unë. Kurse nëse marrim dhe vëzhgojmë gjendjen e të parëve tonë dhe ardhjen e pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam, do gjejmë ndikim, do me thonë, të veçantë tek këta njerëz ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam shpesh me pak fjalë, me 2-3 fjalë, një njeri nga njeri i cili s'ka pat lidhje me dynja as me ahiret, e ka bën njeri i cili ka shumë lidhje me dynjan dhe shumë lidhje me ahiretin. E pyetja është si ka mundësi që këto 2-3 fjalë të ndikojnë tek ky njeri dhe nuk ka mundësi të ndikon tek një Abdullah, tek një Muhammed, tek një Ali, tek një tjetër i cili vjen dhe falet në xhami, ama këto fjalë dëgjohen e thuhen e tek ai nuk ndikojnë asgjë. Unë shpesh ju them vëllezërve të mi të afërt, mendojeni do me thonë krahasimin mes nesh dhe ata kështu. Sumeja radhiyallahu anha ishte shahidja e parë, apo dëshmorja e parë dëshmori i parë në Islam është femër. Ajo është Sumeja radhiyallahu anha. Njeri i cili si person në statusin e saj shoqëror ishte skllave. Burin e kishte sklav, të birin e kishte sklav. Buri i saj Jasiri dhe djali i saj Ammari ishin nga njerëzit më të nënçmuar në shoqërinë Mekës. Por ama këta njerëz të nënçmuar, një ditë prej ditëve dëgjojnë fjalët e Allahut dhe hyjnë fenë Allahu xhelle xhelaluhu. Bën musliman. Madje për dinin e tyre, ata do të torturohen dhe do të vritet Sumeja dhe më pas buri i saj Jasiri dhe do të shpëtoj për pak Ammari i biri i tyre i cili do të jetoj shumë dekada pas tyre. Po ç'është interesante vëllezër. Sumeja ishte, do me thonë, e lidhur për një, mund t'i themi, kryq, ku ajo torturohej dhe kalon për rreth tyre pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ju thot atyre një fjali të shkurt. Sabran ala Yasirin fa inna maw'idakumul janna. Sabroj familja Jasirit, takimin e kemi në xhennet. Sumejes i shtohet bindja se rruga në cilën un jam, edhe pse më ka prun këtë gjendje ku un torturohem dhe ndoshta vritem, është rrugë e vërtet. Njëjtën gjë e përjeton edhe Jasiri dhe të dytë vriten dhe regjistrohen si 2 shahidat e parë në Islam. Pyetja është, pse kjo fjali e shkurtë e dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam ndikoi kaq shumë dhe lindi kaq bindje në zemrat e tyre dhe ne lexojmë hadithe natë ditë, 6 libra ti lexojmë mushafin të plot. A e dini se kohën kur është vrasur Sumeja prej librit të Allahut nuk ka pat vetëm xhuzi amme, xhuzi i fundit, nuk që i kompletuar. Kështu që Sumeja nuk e ka dëgjuar shumicën e Kur'anit të cilin e dëgjojmë sot. Nuk ka ditë se do të zbresin këto ajete, por ama bindja e saj ka qenë bindje pa lëkundshme. Pyetja e cila lind është këta njerëz a kanë pat një metodologji të caktuar përmes së cilës ata janë qas librit Allahut, e kanë pranu librin Allahut dhe janë shoqëru me librin Allahut, apo thjesht në mënyrë kaotike, kush do qoftë, si do qoftë, e ka marrë librin Allahut dhe ka vazhdu jetën, nëse Allahu ka dhënë bereqet, elhamdulillah, nëse jo, shpresojmë që të përmirësohemi. Ne themi jo. Jeta e tyre na dëshmon për një metodologji të qartë për mënyrën se si janë shoqëruar me librin Allahut. Dhe këtu dua të ndalim vëllezër. Ky libër që është përpara nesh, në muajin e Ramazanit, të cilin e quajmë muaj i Kur'anit, është libër me të cilin ne shoqërohemi. Por ama sa vjelim prej mirësive të këtij libri, prej fjalëve të Allahut xhelle xhelalu. Këto nuk janë fjalët e mia. Fjalët të cilët ti me të cilët ti do të shoqërohesh gjatë Ramazanit janë fjalët e Zotit tënd xhelle wa ala, i cili ja ka shpall dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam dhe pas 1400 e sa viteve vin musliman në trojet tona dhe i lexojnë këto fjalë dhe shpresojnë afrim tek Allahu dhe udhëzim përmes këtyre fjalëve. A ka metodologji të qartë të cilën ata e kanë ndjek dhe kanë arritur këtë derexhe të udhëzimit? Ju e dini se vdiqi i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam, ditën që vdiq, shumë prej fisëve arabe deklaruan largimin e tyre prej fesë Allahut. Nuk mbeten nga vendbanimet e mëdha në fetë Allahut vetëm se 3 qytete të mëdha: Mekja, Medinja dhe Taifi. Mekja dhe Taifi në fund hynë në Islam,
por ama mbetën dhe qëndruan din të Allahut. Mbeti vetëm Medinja nga qytetet e vjetra që ishin në fejën e Allahut. Të gjithë vendbanimet tjera të mëdha dolën nga feja e Allahut. Kështu që khilafeti e Ebu Bekrit brenda 2 viteve gati ishte khilafet me shumë krize brendshme, interne. Por ama nga dita që ndroi jetë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, 5 vite më vonë, vetëm 5 vite më vonë, ky ummet do ta rikthej fuqinë e tij, ky ummet do ta identifikon burimin e udhëzimit të tyre dhe ky ummet do t'i merr çelësat e Jerusalemit të sotëm. Ku patriarku i atëhershëm Jerusalemit do t'ju thot muslimanëve, ne nuk ja dorëzojmë këta çelësa vetëm se kujt, Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu ta'ala. Kështu që Omeri do të shkon personalisht nga Medinja në Jerusalem dhe do të pranon dorëzimin e qytetit në duart e tij dhe do shkruhet një marrëveshje që njihet si marrëveshja e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Këta njerëz kanë ecë përmes një metodologjie të qartë. E unë duhet ndalem vëllezër në 5 pika, të cilat nxjerrin në pah metodologjinë e të parëve tonë në shoqërimin me librin e Allahut xhelle xhelaluhu. Karakteristika e parë vëllezër është mos ngutja dhe përgatitja për shoqërimin me librin e Allahut xhelle xhelaluhu. Mos e merr librin e Allahut ta kryj hatmen, ose ta kryj faqen. Jo vallahi. Allahu nuk e ka zbritur librin që ne të ngutemi me të. Madje Allahu ja ka tërhequr vërejtjen dërguarit të tij. Mos u ngut o Muhammed alayhi salatu wasallam. Mos u ngut në leximin dhe recitimin e librit të Allahut. Për shkak se recitimi është mjet deri çfarë? Kur themi ne recitimi është mjet, hifdhi, mësimi përmendesh është mjet për çfarë? Për ruajtjen e librit. Po kjo ruajtje e librit gjithashtu është mjet për çfarë? Që unë edhe ti t'i qasemi librit Allahut dhe të përfitojmë maksimalisht prej librit Allahu xhallahu ala. Për këtë shkak vëlla, shoqëro me librin Allahu xhallahu ala dhe mos u ngut në shoqërimin tënd me librin Allahu te bareke ve taala. Është transmetuar nga disa prej sahabëve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Një prej tyre ishte Gjundub ibn Abdillah radhiyallahu taala anhu, i cili tha kështu: ishim të rinist në pranit pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po tamam, këta 3 çka bënin dhe si e mësonin këtë rrugë tek i dërguari Allahut alaihi salatu wasallam. Ju e dini që në xhaminë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte pjesa e përparme, pjesa ku ishin safet, dhe pjesa e prapme e xhamis i thoshin suffe. Ajo pjesë e prapme e xhamis ishte pjesë e ndame enkas për njerëzit që nuk ishin shtëpitë e tyre në Medinë dhe jetonin në xhami. Plot prej atyre që ishin në fund xhamis dhe jetonin atje ishin nxënës që kishin ardhur nga jashta Medinës që të mësojnë në qytetin e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Një prej tyre ishte Gjundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Dhe sikur Gjundubi po na tregon metodologjinë me cilën i dërguari Allahut u mësonte atyre Kur'anin. Andaj thoshte kështu: ishim djelmosha të ri tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Fata'allamna al-iman thumma ta'allamna al-Qur'an. E mësuam fillimisht imanin dhe më pas e mësuam Kur'anin dhe me të pastaj e shtuam imanin. Mendoje kështu që kjo është imani. Do me thonë, kjo gotë, quje si ta dush, e cila e mban këtë ujë është imani. Thot fe ta'allamna al-iman, e mësuam imani, shtyllat e imani, ç'është imani, këtë e mësuam nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Më pas e mësuam Kur'anin, pastaj e vendosëm Kur'anin këtë iman, që do me thonë ena e vetme e përshtatshme në të cilën futet ky Kur'an është imani. Nuk mundet Kur'ani të futet në diçka tjetër veç imanit. Fezdedna bihi imana, dhe me të e shtuam imanin, sikur se me vendos këtë lëng në këtë enë dhe ky lëng ta forcoj enën. Sa më shumë qëndron lëngu në enë, aq më shumë kjo enë bëhet e fortë, nuk kthehet. Andaj thot Gjundubi, ne mësuam imanin, mësuam shtyllat e imanit, më pas erdhi Kur'ani, do me thonë më pas e mësuam Kur'anin dhe me të e forcuam dhe e shtuam imanin ton. Kjo është metodologjia. Nuk ka mundësi që ne të hyjmë Kur'an dhe gjytemi të dhe s'kemi iman. Pa iman futet në Kur'an, e lexon, e komenton, e bën. Jo vlla, qasja jon fillimisht ndaj librit të Allahut është qasje imanore. Ajo buron nga imani yt në Allahun, se Allahu është Zoti yt,
se Allahu ka dërguar një të dërguar dhe se ky dërguari na ka kumtuar neve fjalët e Zotit të tij xhalla wala. Kur e mësojmë kët, atëherë futemi dhe zhytemi në kuptimet e librit të Allahut xhalla xhelaluhu. E Allahu xhalla wala po ja tregon këtë metodologji para prakisht të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu tha: "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas", dhe këtë Kur'an ne e kemi e kemi bë pjesë. Nga se ju e dini që ndarja ose zbritja e Kur'anit është dy llojesh, është tenzil dhe është inzal. Allahu e ka zbrit Kur'anin nga Lauhil Mahfudh në qiellin e dynjas dhe më pas komplet, si një tërësi. Dhe nga qielli i dynjas Allahu brenda 22-23 viteve ka zbrit Kur'anin varësisht nevojave të njerëzve. Kështu që për 22-23 vjet ka zbrit libri Allahu xhallahu ala, varësisht prej gjërave të cilat kanë ndodhur dhe rrethanave në kohën e të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam. E Allahu po i thot pejgamberit të tij: "Ne zbritëm Kur'anin të ndar pjesë që ti t'u lexosh njerëzve atë ngadalë, ala mukth, jo duke u ngut. Libri Allahut nuk ka nevojë për ngutje, po ti e kryen hatmen gjatë Ramazanit. Dhe kjo është e lëvdishme që ne të garojmë në kryerjen e hatmeve, po më e lëvdishme a dini çka është? Që të garojmë në vjeljen e kuptimeve kuranore, në meditimin e fjalëve të Allahut dhe futjen e këtyre fjalëve në zbatim dhe praktik në jetën tonë të përditshme. Kjo është më e lëvdishme. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Në këtë gjë le të garojnë garuesit. Kjo është gara më e lëvdishme dhe gara më e mirë. Thot një prej tabiinëve, e ju e dini se tabiinët janë gjenerata pas sahabeve, thot na kanë treguar ata që ishin përpara jush. Kush janë ata? Përpara tabiinëve janë sahabet. Se shokët e pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam nuk i kanë mësu ose nuk kanë kalu tek një ajet përpara se t'i fusin ajetet që i kanë mësu në praktik. Është transmetuar, nuk e kanë mësu ajetin e 11 derisa 10 ajetet që i kanë mësu nuk i kanë shti në praktik. Andaj njëri prej sahabëve ka thonë, ai është Abdullah ibn Omeri, ne e kemi mësu kuptimin e ajetit, e kemi mësu halalin dhe haramin për ajetit, e kemi mësu ku duhet ndalem Allah. Ky ajet mos flet për mu. Ajeti nuk flet për komshiun, flet për mu. Pse gjithmonë mendojmë se ajetet e krimit dhe gjynaheve flasin për tjerët, jo për mu. Ajetet e xhenetit gjitha flasin për mu. Se unë e sheh veten time e shoh si njerëzit cilët do të futen në xhenet. Mirë, po kur flet Allahu që zbatoni marrëveshjet, e bën e këtë, jo, këto janë për atë tjetrin, nuk janë për mu. E Ibn Omeri thot, ja, jemi ndalë tek halali dhe harami. Jemi ndalë tek ajo që ku duhet ndalemi dhe reflektojmë. O vëlla, se ky ajet flet për ty, jo për dikë tjetër. Ky ajet nuk ka folën për komshin as për atë tjetrin, për ty Allahu, siç ka thënë Ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu, mendoje librin e Allahut, mesazh i Allahut enkas për ty, për asnjë prej njerëzve. Për ty ka zbrit. Sikur me nuk pat në dynja asnjë njeri tjetër, e Allahu ta ka dërgu ty një mesazh. E kjo është libri i Allahut xhallahu ala. Karakteristika e dytë, vëllezër. Përpara mos ngutjes dhe marrjes së shoqërimit avash të Kur'anit, është lidhshmëria e Kur'anit me realitetin. Ajo si e lidhim në librin e Allahut me realitetin. Ju e dini se libri Allahu xhallahu ala pa të zbrit brenda 22-23 vjetëve. Por ama këto 22-23 vjet kanë ndodhur gjëra për cilat kanë zbritur ajete. E ju e dini se ndonjëherë Kur'ani ka përmirësuar një perceptim të gabuar tek sahabët. Sahabët kanë pat një lloj mendimi dhe Kur'ani ka ardhur dhe ka përmirësuar këtë perceptim. Ka ndodhur diçka që në cilën kanë gabuar sahabët ose jo muslimanët dhe Kur'ani ka ardhur dhe ka përmirësuar këtë qëndrim të gabuar. Ju madje e dini që Allahu xhallahu ala ka fol për çështje në detajet jetës personale të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Madje Allahu ka përmendur në Kur'an ndjenja të brendshme të cilat pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte frikë të shpalos përpara tjerë. Allahu xhallahu ala i tha pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam kur e urdhroi që të martohet me Zejneben, tha wa takhshan nas, dhe ti ke frikë që ta bosh kët nga fjalët dhe muhabetet e njerëzve. E Allahu është më hakli, Allahu është më meritor që të friksohesh prej tij, jo prej njerëzve. Reagimet e njerëzve ndikojnë tek ne, kanë ndikuar tek i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam.
Megjithatë Allahu ja ka shpalos këtë ndjenjë të brendshme pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. E kjo tregon për një karakteristikë të veçantë të librit të Allahut. Ajo është se Kur'ani ka lidhje me realitetin të cilin ti e jeton. Jeta jot individuale, Kur'ani ka lidhje me këtë realitet. Allahu flet për zemrën tënde, Allahu flet për shpirtin tënd, Allahu flet për ndjenjen kur ti je i thyer. Allahu flet kur ti je i fortë dhe arrogant. Allahu flet kur ti ke shkel kufit e tia xhelle xhelaluhu. Andaj këto realitete nuk bën të izolohen nga jeta ime. Kur'ani flet për realitetin tënd dhe sahabët kështu e kanë kuptuar librin e Allahut. Nuk e kanë kuptuar librin e Allahut si libër cilin ne e mbajmë një ligjërat, e mbajmë një seminar, e mbajmë një konferencë dhe ka që mbaroj realiteti jonë me librin e Allahut. Ja, është realitet të cilin ne e jetojmë. E tek sahabët kjo duket në çdo rrafsh të jetës. Allahu ka folë për paqen e tyre, Allahu ka folë për luftën e tyre, Allahu ka folë për miqsinë dhe armiqsitë e tyre, madje Allahu ka folë për çështje bashkëshortore të tyre. Dhe secili prej nesh e gjen veten e tij në këto muhabete që Allahu i ka zbrit për sahabët. Secili prej jush ka Bedrin e tij, secili prej nesh ka Uhudin e tij, secili prej nesh ka probleme bashkëshortore që i gjen kur Allahu ka këshilluar gratë e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam apo vet pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Secili prej nesh. Kështu që nëse sot shkon tek një musliman i cili është i burgosur, pa marr parasysh për çka është i burgosur, me faj ose pa faj, sidoqoftë, ai jeton me një realitet, por ama kur e lexon surën Jusuf, e gjen veten e tij tek Jusufi alayhis salam. Apo Jusufi i burgos për shumë vite, andaj ndjen sikurse një ngushëllim. Po unë nuk qem kam i vetmi, edhe jam njeri i mirë, po ja edhe ky Jusufi është alayhis salam, është burgos dhe ka qëndruar disa vjet në burg, edhe sikur e lidh jetën e Jusufit me realitetin e tij. Dhe nuk ka faj, ashtu është. Ai duhet ta lidh veten e tij me Jusufin alayhis salam. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu kur ka përmend rastin e Jusufit alayhis salam, para mendoni ju ka zbrit surja Jusuf duke qenë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam në ditët e Mekës i kishte ditë shumë të vështira, me shumë vështirësi, me shumë armiqësi nga populli i tij. Kështu që Allahu ia zbret atij surën Jusuf për t'i tregu pejgamberit të tij alayhi salatu wasallam se ti o Muhammed je duke ecë në rrugën e këtij njeriu, në rrugën e Jusufit. Kështu që ti do të ballafaqohesh me gjërat me cilat është ballafaquar Jusufi alayhi salam. Dhe i tregon për Jusufin, i tregon e më pas kur Allahu tregon nga dhënimin e Jusufit ndaj gjitha sprovave dhe armiqve të tij, Allahu thot wa kadhalika nejzil muhsinin, dhe kështu ne i shpërblejmë bamirësit. Thot Abu Ja'far Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah në tefsirin e tij, kur Allahu i tregon pejgamberit të tij për jetën e Jusufit alayhis salam në renditjen kronologjike që ne e dimë, dhe në fund i thot wa kadhalika nejzil muhsinin, dhe kështu ne i shpërblejmë bamirësit. Ky mesazh është për të dërguarin e tij alayhi salatu wasallam, që o Muhammed, ti do të kalosh në sprova të ngjashme si Jusufi alayhis salam. Ama dije, nëse qëndron besnik parimeve tua dhe asaj me cilën Allahu të ka dërguar, shpërblimi për ty do të jetë sikurse shpërblimi për Jusufin alayhis salam. Ajo është pushtet në këtë dynja dhe pozitë të lartë tek Allahu xhelle xhelalu. Andaj lidhshmëria e realitetit ton me Kur'anin është e domosdoshme që ne ta ndjejmë Kur'anin pjesë të jetës tonë dhe ta gjejmë veten tonë në librin e Allahu xhelle xhelaluhu. Me do e mos ta gjejmë veten tonë në librin e tij xhelle wa'ala. Allahu e ka zbrit për ne o vëllezër, për mua dhe për ty. Andaj lexon një sure dhe tjetrën, nguliten konceptet të cilët Allahu i ka zbritur dhe në të cilët Allahu ka fol për njerëzit më të mirë. Kështu që kur njeriu i smur e lexon se për njerëzve të mirë të kaluarën ka pat njerëz të smur, e gjen veten e tij në këtë jetë. A nuk keni dëgjuar fjalën e Allahu xhelle wa ala kur flet për Ejubin alayhis salam? Dhe Ejubi është prej profetëve shumë të sprovuar. Kush do të shohë sprov në një njeri të veçantë dhe të zgjedhur, le çes sprovën e Ejubit alayhis salam. Allahu tha wa Ejuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur
wa anta arhamur rahimin. Dhe Allahu thot, dhe Ejubi kur e thriti Zotin e tij, kur ju drejtua Zotit të tij dhe i tha, enni messeni ad-durr, o Allah, mu ka kap e keqja dhe smundja. Është përmend në tefsirin e këtij ajeti që Ejubi alayhi salam ka jetuar disa vite, nuk i është ankuar Allahu xhallahu ala asnjëherë për gjendjen e tij. Smundja e tij ka qenë që ai ka pa pjesë të trupit të tij, të mishit të tij, të ndahet nga eshtrat e tija. Dhe gruaja e tij është kujdes për të natë e ditë. I kanë vdek fëmijët, ajo e cila i ka varros fëmijët ishte gruaja e tij. Kështu që Allahu xhallahu ala përshkruan këtë thënie të Ejubit alayhis salam, e cila ishte ankesa e vetme që e ka bë Ejubi pas shumë viteve, është thënë 18 vjet ka duruar dhe asnjëherë nuk i ka thënë Allahu Allah, pse mu më ka ra kjo sprovë. Kështu që Allahu përshuan thënien e tij dhe thot, wa Ejuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr. Dhe Ejubi kur e thiri Zotin e tij dhe i tha, o Allah, mu më ka kap e keq, më ka kap lu kjo sprovë e keq. Është thënë Ejubi, e dini kur e ka thënë këtë gjë? Kur bashortja e tij, gruaja e tij, i ka shit, si i thoni ju? Gërshetat, po, të ne gërshetit. I ka shit gërshetat e saj të flokëve që të fiton pak para. Kam përmend disa prej mufesirinëve që Ejubi, kur i ka pas se ajo i ka prej gërshetat, ka mendu mendim të keq për bashorten e tij. Mos ka shku me dikë tjetër. E pastaj është çu në adopsinë e tij që ta sulmoj bashorten e tij, ajo i ka thënë i kam shit gërshetat se mos ka, shtëpia jon nuk ka kur xham. Shkry punë. Ejubi atëherë kur e ka pa që nderi i tij po del rrugëve dhe mund në përkëmbët dhe çkilet, tha o Allah, mund ka kaplu kjo gjendje. Wa anta arhamur rahimin, e ti e më i mëshirshmi prej të mëshirshmëve. Mëshiro mu dhe familje. Përgjigja çka është? Tha Allahu, fastajabna lahu. Në moment thot Allahu, ne ju përgjigjem atij. A ke qenë ndonjëherë i smu? A ke qenë ndonjëherë në siklet? A ke qenë ndonjëherë në gjendje të rëndë, mentale dhe emocionale? Pa dyshim. Ka qenë i tillë Ejubi dhe ka qenë i dërguari yt alayhi salatu wasalam. A nuk e dëgju fjalën e Allahu xhalla wa ala kur i thot të dërguarit të tij, wa laqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dhe ne o Muhammed po e dim se ty të ngushtohet gjoksi nga ajo që ata e thonë për ty. Ne dim se gjoksi yt është ngushtuar nga fjalët e rënda që i kanë thënë ata për pejgamberin e Allahut alayhi salatu wasalam. E Allahu i tregon pejgamberit të tij se çka të bën. Fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidin. Atëherë madhroje Zotin tënd, bane tasbih dhe bëhu prej atyre të cilët bëjnë sejdë. Kjo është kërkimi i strehimit tek Allahu, në sejdën tënd përpara Allahut tënd xhalla wa ala. Këtë lidhshmëri me realitetin ton, me do e mos ta gjejmë librin e Allahut xhalla wa ala. Nuk ka mundësi që ne të lexojmë, e sikur ky Kur'an flet për aliena, jo për ne. Sikur ky Kur'an flet për një popull që ka jetuar përpara 1400 viteve, por ama ky Kur'an më nuk është i përshtatshëm për gjeneratat tona. Nuk trajton me problematikat tona ashtu siç duhet, ashtu siç i ka trajtuar problematikat e së kaluarës. Jo vëllezër. Ne duhet jemi të bindur që ky Kur'an trajton problematikat tona në të njëjtën mënyrë dhe i shëron problemet tona sikur se ka shëruar problemet e xahilietit e Ebu Xehlit. Njëjtën mënyrë. Vetëm se a ka burra dhe gra të cilët i qasen librit Allahut ashtu siç ishin qasur ata të së kaluarës. Karakteristika e tretë vëllezër është që ne të mundohemi të jemi të lidhur me librin e Allahut emocionalisht. Ne kur kemi lexuar hoxha parës ku më tha dili imam, thash hoxha vallahi zani jem nuk është për imam. Madje për këtë ka bazë në sunetin e pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam. Ajo është se kur ai sahabja që e pa ëndrrën e ezanit, erdhi Omeri i tha edhe unë kam pa të njëjtën ëndër. Por ama Omeri insistoi që ai të jetë muezin. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, jo, nga se Bilali e ka zanin më të ëmbël dhe më të lartë. Do të thonë, ti nuk je për muezin.
ka dikush që është më me merit me qenë muezin. E si do qoftë, ne shpesh emocionohemi me zërin e bukur të imamit. Kemi një lexues të mirë dhe masha Allah na rënqethet lëkure dhe kjo është në rregull dhe ashtu duhet jetë. Por ama lidhja emocionale e jona nuk duhet të jetë për shkak të leximit të bukur të dikujt dhe vetëm kaq. Lidhja emocionale e jona me Kur'anin duhet të i kaloj këtë gjë. Ajo është që kur njeriu e lidh Kur'anin me realitetin e tij, ai do ta lidh Kur'anin me emocionet e tij. Apo i burgosti tha me lexon Kur'anin dhe gjen veten e tij Kur'an, ky emocionot, jo se e lexon bukur Kur'anin, e reciton bukur. Jo, ky mund ta ketë zonin më të keq në dynja, por ama e gjen veten e tij në librin e Allahut dhe sikur libri i Allahut flet për të. Kjo lidhshmëri mes emocioneve dhe Kur'anit varet nga lidhshmëria e jon e realitetit ton me librin e Allahu xhelle xhelaluhu. Allahu xhelle wa ala zbriti një ajet përmes së cilit ai qortoi sahabët. Kështu thot Abdullah ibn Mas'udi. Qortim. Tha Allahu xhelle wa ala: Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? A nuk ka ardhur koha që zemrat e atyre të cilët kanë besuar të kenë khashje, frikë dhe respekt dhe madhrim ndaj Allahu xhelle wa ala, ose ndaj dhikrit Allahu xhelle wa ala? Tha Ibn Mas'udi, nuk kaloi mes islamit ton ditën që ne pranuam islamin. E Abdullah ibn Mas'udi, sa për informat, ishte nga të parët që e kanë pranuar islamin. Me të vërtet nga 10 personat e parë të cilët ndoshta kanë hyrë në fenë Allahu xhelle wa ala. Thot Ibn Mas'udi, nga ditët që pranuam islamin dhe zbritja e këtij ajeti, do me thonë Mekë, nuk kaluan vetëm se 4 vjet. E Allahu çfarë ju thot? A nuk ka ardhur koha që zemrat e këtyre të friksohen nga dhikri Allahu xhelle wa ala? Pyetja është, si kanë qenë zemrat e tyre kur Allahu i ka qortuar me këtë ajet? Në këtë kohë është vrarë Sumeja. Në këtë kohë është vrarë Jasiri. Dhe Allahu thot, Ibn Mas'udi na qortoi që ju nuk keni si në fillim. Ju keni hyrë në fenë e Allahut. E keni marrë librin e Allahut, megjithatë ndikimi i librit të Allahut tashmë te ju nuk është si ditët e para. E përpara disa ditëve flasim me vëllezërit, shok që i kemi, rreth fjalës Allahut ja eyyuhal muzammil qumi al-layla illa qalila, o ti i mbuluar, a përkthehet shoxham i mbuluar? Muzammil. Fjala el-muzammil dhe el-mudaththir tregojnë për një gjendje të veçantë të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, se ai kur i erdhi shpallja përmes Xhibrilit alayhis salam, u mbulua. E kjo tregon për një pamje të njeriu të dobësuar. Njeriu kur smuhet, çka bën? Qëndron me një cep të shtëpis, me një batanije, i mbulum, ti thu si kur dynjaja ka përfundu për atë. Po ai nuk ka energji, është i smuar, nuk është në gjendje të tillë ku ai vetëm don një batanije dhe qëndron në atë cep të shtëpis. Ti foli, si kalon, si shkon, ai është në dynja tjetër. E Allahu po i drejtohet të dërguarit të tij, ja eyyuhal mudaththir dhe ja eyyuhal muzammil. Këto janë dy suret, e dyta dhe e treta, të cilat i kanë zbritur pejgamberit Allahut pas 5 ajeteve të para të surës Iqra, sipas mendimit të një grupe dietar. Allahu zbriti Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, 5 ajete. Pastaj u vnua shpallja. Dhe sipas disa dietarëve Allahu zbriti ja eyyuhal mudaththir qum fa anzir. O ti mbuluar, çohu dhe të rriqja vërejtje njerëzve. Me çka? Vetëm 5 ajete i din pejgamberi Allahu. S'di asgjë nga dispozitat e detajuara të cilat ne sot i dim. Kamata, alkooli, zinaja, mishi i derit, këto. Asgjë për këtyre gjërave nuk ishin zbrit. Madje nuk ishin El-Fatiha nuk ish zbritur. Këtë që ne lexojmë çdo rekat, nuk ish zbritur. E Allahu po i thot çohu dhe të rriqja vërejtje njerëzve. Më pas Allahu i thot ja eyyuhal muzammil qumil layl, o ti mbuluar, çohu dhe falu gjatë natës. Me çka të falet? El-Fatiha nuk ka. Et-tahiyat nuk ka. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, më vonë do zbresin. Nuk janë këto. Megjithatë, Allahu po i thot pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam, po që se don këtë rrugë dhe vjelje maksimale të mirësive të Kur'anit, kjo është rruga, kjo është metodologjia.
do t'i bindesh Allahut me aq sa Allahut ka zbrit. Për të kësaj nuk ka. Ne jemi rob të Allahu xhelle wa ala. Allahu na ka falë akshamin 3 rekate, ne sa rekate i falim? 3 rekate farza, po, të obligueshme. Të 2 tjerat janë vullnetare. Por ama erdhi atësia i falëm 4, se Allahu ka dashur ashtu. Kështu që Allahu i thot qumil lejla illa qalila. Falu natën përpos se me një pjesë të vogël të natës. Shumicën e natës i dërguari Allahu sallallahu do ta kaloj namaz natë, gjysmën ose parafërsisht gjysmën e natës. E unë duhet të them vëllezër, lidhshmëria emocionale nuk është përmes lexuesit, zërit të lexuesit bukur. Zëri i bukur në lexim është gjë e mirë. Megjithatë, lidhshmëria emocionale është lidhshmëria jote, jo e lexuesit. Lexuesi ka lidhshmërinë e tij. Unë edhe ti duhet të kemi raportin ton të veçantë emocional me librin Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj Allahu tha: "Yes'alunaka 'anil anfal, qul al anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minun idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum iman." Tha, fjala innema në gjuhën arabe nëse përkthejmë ne tekstualisht, do me thonë kështu. Nuk është me të vërtet besimtar janë këta dhe këta, po është kuptimi kundërt. Me të vërtet vetëm besimtar janë, do me thonë, si kur besimi është vetëm këtë gjë, vetëm këta janë besimtar. Allah thot innemel mu'minun, me të vërtet besimtar ose besimtar të vërtet, janë ata të cilët kur atyre ju përmendet Allahu, atyre ju dridhen zemrat. Dhe kur ju lexohen fjalët e Allahut, ju shtohet aty në imani. Kështu që dridhja e zemrës është gjendje emocionale e cila buron nga njohje e realitetit të Allahut dhe madhnisë Allahu xhelle wa ala. Kjo do të prodhon emocione. Wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alehim ayatu zadatuhum imana. Dhe ky raport i veçantë emocional me librin e Allahut, jo me leximin e recituesit të mirë, po me librin e Allahut përmes teje, do ta shton imanin tënd në fenë e Allahut xhelle xhelaluhu. Karakteristika e 4 vëllezër e raportit ton ndaj librit të Allahut ose shoqërimit ton me Allahun xhelle wa ala është që libri i Allahut për ne duhet jetë udhëzim. Ose pa, me fjalë tjera, referenca bazë e udhëzimit ton ose kërkimit të udhëzimit ton duhet jetë në librin Allahu xhelle wa ala. Tamam, ne sot udhëzimin mund ta kërkojmë në gjitha sendet, ama libri Allahut është referenca e fundit, po se gjetëm te këto tjerat, inshallah e gjejmë librin Allahut. E Allahu tha jo. Referenca e parë e udhëzimit është libri Allahut. Dhalikal kitabu la rayba fih. Ky është libër në cilin nuk ka dyshim. Nuk ka dyshim në 2 aspekte. Nuk ka dyshim në autenticitetin e tij se është prej Allahut dhe nuk ka dyshim si rjedhoj në përmbajtjen e tij si libër. Nëse nuk ka dyshim këto 2 aspekte, çka është ki? Hudel lil muttaqin. Ky është udhërrëfyes për devotshmit. Andaj ky devotshëm i cili krijon një raport të veçantë me librin e Allahut, ky do të gjejë udhëzim librin e Allahut xhelle wa ala. Domosdoshmërisht. Kështu që libri i Allahut për ne është udhërrëfyesi ynë në raportin e veçantë tonin me Allahun xhelle xhelaluhu. Dhe e fundit vëllezër, kur njeriu ta bëj këtë gjë, ajo shoqërimi i tij i ngadalshëm, raporti nuk është me ngutje, dhe kur njeriu ta bëj realitetin kuranor, realitet të tij dhe lidhet emocionalisht me librin e Allahut xhelle wa ala, kërkon udhëzim në librin e Allahut përmes recitimit, dëgjimit, meditimit dhe përfundimisht përmes çfarë? Zbatimit. Andaj raporti jon me librin e Allahut është në këto 4 gjëra. Ti e reciton librin e Allahut, e dëgjon librin e Allahut, e mediton librin e Allahut, nga se meditimi është, si me thonë, produkti 2 të parave. Nëse reciton bukur, e Allahu i tha të dërguarit të tij, "Warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila." Dhe o Muhammed, ti recitoje Kur'anin me tertil, do me thonë me rregullat cilat Allahu i ka zbrit me melodi. Më pas i tha, ne do të zbresim ty një fjalë të rëndë.
lidhshmëria mes kësaj dhe kësaj është. Ti e reciton si ka urdhëruar Allahu, duke i treguar Allahut bindje në urdhrin e tij, nga se kjo fjalë të cilën ti e merr nuk është fjalë e lehtë. Kjo fjalë tregon përfundimin e njerëzve në ahiret. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Nuk është fjalë e rëndë, është realitet shumë i rëndë. E Allahu po i thotë të dërguarit të tij, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Kështu që meditimi është produkt i recitimit edhe i dëgjimit të librit të Allahut me vëmendje. Kjo e bën njeriu që të meditojë. Andaj Allahu në ajete të ndryshme po na nxit neve vëllezër që të meditojmë librin e tij. Tha Allahu xhallahu ala: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Pse s'po meditojnë Kur'anin? Apo në zemrat e tyre kanë dri? Ai thoni dri hoxha? Dri apo? Dri. Apo në zemrat e tyre kanë dri? Do me thonë, mendoj kështu ajetin. Allahu thot, pse s'po e meditojnë librin e tij, Kur'anin, apo zemrat i kanë me dry të mshelta? Kuptimi i kundërt i ajetit çfarë është? Ai që nuk e mediton Kur'anin, në zemër ka dry. Kjo është kuptimi. Ky që e lexon, ky që e reciton, po i thu, a mendon diçka rreth asaj që e thu? Thot ja. Tamam, elhamdulillahi rabbil alamin. A mendon ndonjëherë pse Allahu xhelle wa ala e ka zbrit kët ajet, ka urdhëruar që në çdo recat ta lexosh kët ajet, dhe asnjëherë mos na shkojë ndërmend pse prej gjithë atyre fjalëve Allahu fjalën e parë në namazin tënd dhe në hapjen e librit të tij ka zgjedh mu fjalën elhamdu. Apo thjesht është rastësi kjo? Jo, nuk është rastësi. Allahu e ka veçuar këtë sure me këtë gjë dhe e ka veçuar namazin ton me këtë gjë. Andaj Fatihatul Kitabi, hapja e librit, ajo është el-Fatiha, dhe përmbyllja e librit me surën që Allahu ka zbritur nuk është rastësi. Është rënditje e qëllimshme nga ana e tij xhallahu ala. Po ama ka kush interesohet rreth këtyre shifrave, të cilat nuk janë shifra që ne duhet t'i deshifrojmë shumë thella. Janë mesazhe për ne, megjithatë janë bë aq të panjohura në mesin ton, sikur ajo ka nevojë të deshifrohet me vite e vite që njerëzit ta dinë pse Allahu zbriti kët pastaj kët. Jo vëllezër, është shumë më thjesht se kaq. Po don pak seriozitet në qasjen tonë ndaj librit të Allahut. E Allahu tha fala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Pse s'po e meditojnë librin e Allahut? Apo zemrat i kanë të mbyllura me dry? Kështu që karakteristika e 5 dhe e fundit është zbatimi i librit të Allahut. A që e ke lexu, a që e ke recitu, nuk është roman, as nuk janë vargje të thurura për tregu nivelin e lartë të kësaj gjuhe arabe me cilën janë krenuar arabët e kohës së pejgamberit të tij alayhi salatu wasalam. Po janë fjalë përmes së cilave Allahu don që të na ngrit neve në këtë dynja dhe në ahiret. Allahu tha pejgamberit i tij alayhi salatu wasalam, me vërtet Allahu me këtë libër i ngrit disa njerëz dhe me të i poshtron të tjerë. Kë e poshtron? Ati i cili e merr librin e Allahut pa seriozitet. Kur do e lexon, kur do e lë, kur do krenohet me të, kur do e refuzon. Këto nuk janë fjalët e mia, as fjalët e hoxhës, as një dietarit. Këto janë fjalët e Allahut xhallahu ala. Allahu e ka zbrit Kur'anin që të punohet me të. Kur'ani ka zbritur që të punohet me të. Për këtë shkak Allahu tha: "Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin." Më pas gjëja e parë që është përmend është imani i njeriu ndaj Allahut. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ku e kanë gjetë ghaibin? Në këtë udhëzim, në këtë udhërrëfim e kanë gjetë imanin në ghaib, këtë udhërrëfim e kanë gjetë imanin në ahiret, këtë udhërrëfim e kanë gjetë namazin dhe e kanë gjetë zekatin. Këtu e kanë gjetë. Kështu që ajo që ka lypet prej nesh vëllezër, është që raporti jonë ndaj Kur'anit jetë raport serios. Dhe ky seriozitet të duket në çdo kontakt tonin me librin Allahu xhallahu ala. Si për shembull, dietarët kanë përmendur se një prej shenjave të raportit shëndosh të njeriu me librin e Allahut është që ai të mallëngjohet për recitimin dhe meditimin e librit të Allahut. Thot, vallahi më ka marrë malli të ulem dhe të mendoj pak rreth disa ajeteve. Meditimi nuk është për dietarët vetëm, e dini këtë gjë? Meditimi është për çdo njeri varësisht nivelit të tij, por ama me kusht që të mos kundërshtoj kuptimet për të cilat ka zbritur ky ajet.
Kjo është kushti. Po që se nuk kundërshton, ti mund gjesh diçka në meditimin tënd dhe raportin tënd veçantë me Kur'anin që unë dhe hoxha s'mund ta gjejmë. Se meditimi është për gjithë njerëzit. Tefsiri, komentimi nuk është për gjithë, është për dietarët. Por ama meditimi varësisht nivelit tim është i veçantë për mua dhe Allahu xhallahu ala e don këtë gjë nga unë. Lusë Allahu xhallahu ala që Allahu na ngjall me Kur'an. Na bëj të vdesi me librin e Allahut dhe të na ringjall me librin e Allahu xhallahu ala. Nga se libri i Allahut, sikur se përmendi hoxha më parë në lutjen e tij, është ndërmjetësues për besimtarin. Dhe nuk ka ndërmjetësues më të mirë për robin e Allahut se sa fjalët e Allahut. Ky Kur'an është fjala e Allahut xhallahu ala. Nuk ka ndërmjetësues më të mirë për robin e Allahut se sa fjalët e Allahut xhallahu ala. Lusë Allahun që Allahu t'i shpërblej ashtu siç din ai dhe të na bashkon në mirësitë e tij në këtë dynja dhe përfundimisht na bashkon si vëllezër në kolltuqe të mirësisë dhe të bollëkut në ahiret wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Allah ju shpëlef xha. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qasje tjetër dhe më thon një vështrim tjetër mbi librin e Zotit, që faktikisht është mirë të kujtojmë veten më të herë mas here. Do të sugjerojsha që këtë ligjërat ta ngjojmë edhe mas 6 muajsh. Edhe vëllezërit që na ndjekin, pra këtë ligjërat në qetësi, se zëri ishte pak si i dobët shumë, por atje tek live po e shifja ka dalë shumë i bukur dhe shumë i fortë si zë. Është një ligjërat që unë do të sugjerojsha mas 6 muajsh prap mas 6 muajsh, çdo 6 muaj. Allah të shpëlef sheh. Qasje interesante, do të them për mënyrën se si duhet të jetë raporti ynë me librin e Allahut. Për këtë arsye, siç ka thënë Uthman ibn Affani radhiyallahu ta'ala anhu, se do të ishin zemrat tona në rregull, kur s'do të ngopeshim me Kur'an. Për këtë arsye gjejmë nga jeta të parëve tan, thot filani thot kur pritet shpirt, po qante bija e tij në dhomë. Po i të shpirte, ishte shtratë e vdekjes. Tha o bija ime, tha mos qaj, se në këtë dhomë e kam lexuar Kur'anin nga kapaku në kapak 9.000 herë. Si e gjeshin kohën, a hajshin, a pishin këta njerëz, a kishin punë këta njerëz. Kush do me e gjetë kohën, e gjen. Kush është lidh, e gjen. Kam qenë me një hoxh, me një habibin ton në Prizren, e dish nona njonit për vëllezërve besimtarë atje dhe i shkum për vizitë. Dhe po më tregonte hoxha atje për një nonë besimtare shqiptare, jo arabe, që thoshte kishte bërë 900 khatme. 900 khatme para se me ndroi jetë. Pra nuk është një çudi e madhe dhe nuk është një habi e madhe. Wala qad yassarna al-Qur'ana lidhikri. Allahu e ka sjellë si profeci këtë gjë dhe si sfidë. Kur'anin e kemi lehtësuar për të lexuar, për të medituar, për të përkujtuar njeriu me të, domethënë, nuk ka një çudi të madhe. Se dikujt për shembull duket o vlla, pozitiv arabisht, por kush do të mësoj dhe o vlla, pasha Allahun për një javë. Çdo njeri mund futet në lexim Kur'ani, pasha Allahun. Pasha Allahun që nuk ka zot tjetër vështi. Për një javë besimtari mund futet në lexim Kur'ani. Vallahi, billahi, tallahi. Një njeri i cili dëshiron mund të futet në lexim në Kur'anit për një javë. Kush det, e sfidoj. Ta provoj. Kur të doj, të rri me mu një javë, po nuk u fut në Kur'an për një javë, unë jap dorëheqjen si imam i Xhamizdin Hoxha. Shte pa mundur o vllajim. Shkronjat i merr për i dite, zanoret për i dite, marrë historia, kaq. Forma në fillim, mes në fund, selam aleikum, aleikum selam. Nuk ka gjë më të thjeshtë, vallahi bilaj, për Zotin. Pra ai është mrekulli, ai është fjalë e Zotit, ai është i lehtë, ai është i kollajshëm, ai është i aksesueshëm, ai është
ka të gjitha brenda. Për këtë arsye është fjalë e Zotit. Nuk mund të ndodhë kjo mas i qut tjetër të botës. Nuk mund të ndodhë kjo që unë po them mas një libër tjetër në botë. Apo Kurani është e veçantë. Do të thosh ti gjë, është njëri që e ka mësuar italisht për 3 ditë ose për njëri. Kurse unë them çdo njeri mund ta bëjë këtë që them unë. Për këtë arsye qasja duhet të jetë ndryshe. Dhe temat që trajtoi Hoxha ishte qasje ndryshe, pra domethënë një këndvështrim ose një vështrim ndryshe për se si duhet të jetë raporti jon me Kur'anin dhe se si duhet ta shohim faktikisht Kur'anin dhe se si duhet të jetë lidhja jon me Kur'anin dhe se si duhet të ecim ne me Kur'anin. Familjarët edhe i Hoxh, Zoti e shpërbleft e Zoti nderoft për ligjëratën, për fjalët, për këshillat.